Përshëndetje miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Dua të ndaloj tek një lajm që në fakt është një formë marketingu, reklame, që Sara Hoxha është duke bërë. Sara Hoxha e ka konfirmuar në një storin e saj që pa marrë parasysh se çfarë emisionesh të tjera do të vinë, çfarë botërori mund të jetë, çfarë lojrash mund të ketë, nëse do të flasim për pjesën e sportit, Big Brother me patjetër që do të jetë pjesë e të gjithë shqiptarëve, e çdo tryeze shqiptare. Kanë qenë konfuz publiku në qoftë se do të startoj Big Brother i shkaku sepse të mërkurën dhe të dielën të premten i është rezervuar një emisioni tjetër, por në përgjithësi, do me thënë, televizioni Top Channel ka dëshmuar që në një kohë rekord ka mbajtur emisione shumë të forta dhe nga lëvizjet e fundit që po ndodhin, do me thënë nga ajo që në fakt po përflitet për këtë televizion, për lëvizjet që janë bërë, për hyrjet e reja që janë bërë, për ndryshimet në fakt që ka ndodhur brenda këtij televizioni, kemi arritur të kuptojmë që ka shkaktësinë që të mbaj dhe një Big Brother, por ka shkaktësinë që të mbaj dhe emisione të tjera të fuqishme. Do me thënë, Big Brother VIP Albania po starton. Nga informacione që kam unë, më besoni, shtëpia po dizajnohet në një dizajn të jashtëzakonshëm, do me thënë, nuk ka qenë asnjëherë kjo shtëpi që ne do të shohim këtë vit. Shtëpitë kanë qenë gjithmonë çdo vit më të bukura, po do me thënë kjo që do të shohim këtë vit, më besoni që ka shanse të jetë edhe kulminacioni i të gjitha shtëpive që ka patur ndonjëherë ky format. Do me thënë, po investohet jashtëzakonisht shumë në këtë shtëpi. Njëkohësisht psikologët dhe producentët e këtij formatit, por njëkohësisht edhe të gjithë anëtarët e këtij bordi kaq të madh, do me thënë po punojnë me përzgjedhjen e banorëve të kastit. Ndryshe nga Big Brother VIP Kosova që në fakt ka bërë një përzgjedhje shumë interesante këtë vit, Big Brother VIP Albania do të qëndrojë tek fenomeni VIP. Do me thënë persona të cilët kanë dhënë shumë në televizionin Top Channel. Zakonisht banorët janë ato personazhe që bëjnë lëvizje brenda televizionit, që nuk kupton, do me thënë janë pjesë e moderimit, janë pjesë e një strukture të brendshme, mund të jetë një gazetare, mund të jetë një moderatore, mund të jetë një ish banore përputhen, mund të jetë një velin emisionesh, do me thënë janë pothuajse 90.9% personazhe që janë brenda godinës, ndërsa personazhet goxha VIP janë artistë të cilët janë jashta kësaj godine. Do me thënë, është duke u punuar me një intensitet të fortë, është duke u punuar me një intensitet të lartë dhe besoj që gjithçka do të jetë në nivelin më të bukur të duhur.